Kështu që në rregull është, e keni gjuhë, prit vetur dhe të shqiptohet gjuhë. Po, kamerat janë dikon për momentin ofër 200 kamerave të vendosura, dikon prej 50 deri 100 brenda ditës, shkon deri 100 flet paraqitje, vetëm përmes kamerave kom fjalën. Përshëndetje ndëruar, alo. Na i prezanto po të shoferin Librezën. Ndëruar, arsye ndodhet kontroll rutinore. Me dokumentet e keni në rregull. Rrypin e sigurisë e ke vendos. Kështu që në rregull jena, kujdes rrugës. Ndëruar, arsye ndodhet kontroll rutinore, jena prezent kamera, fytyra jote nuk bëhet publike. Shta gjama të rësu me foli paskin Librezë mrapa, a më para nuk i ki. Veç e mura se kam qikën smutë, kam një petë vogët. Kam një petë vogët. Veç e mura... Ndëruar, nuk është e lejushme me vendos foli shtesë. Jo, s'është janë me heqë. Kështu që... Një këjshis, se ma këshin bloku kërën tanë, e mura një këjshis me që qikën të një... Kështu që në rregull është, e keni gjuhë, prit vetur dhe të shqiptohet gjuhë. Përshëndetje ndëruar, alo, si? Na i prezanto po të shoferin Librezën. Ndëruar, arsyeja ndodhes është kontroll rutinor e policisë. Jena prezent kamera, fytyra jote nuk bëhet publike. Veç kontroll rutinor e policisë. Me dokumentat e keni në rregull, rrypin e sigurisë e pas një dëth, kështu që mundesh me vazhdu, kala mirë mëse la. Po, Drejtoria e Policisë të Kryeqytetit në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës e ka bu vendosjen e kamerave të sigurisë së përgjithshme në kryeqytet, po njëkohësisht edhe për kontrollin dhe mbarvajtjen e komunikacionit. Kamerat janë vendos dikon para 3 muajve dhe kemi filluar me implementimin apo kontrollin e tyre. Kamerat janë në fazën e implementimit, çka do të thotë janë ende duke u vendosur. Janë vendos një pjesë e tyre, por në vazhdimsi kompania kontraktuese është duke bë vendosjen e tyre. Po, kamerat janë dikon për momentin ofër 200 kamerave të vendosura, domethënë kanë qenë fillimisht 170, por tash me implementimin e planit janë duke u vendosur. Bëhet monitorimi i tyre nga policë profesional. Gjobat kemi raste ku ne njoftojmë përmes telefonit, që të vinë dhe t'i marrin vozicit, por ka edhe raste kur nuk i hap telefonin dhe ne ja dërgojmë përmes postës. Gjithmonë kërkojmë që të jetë mirë e ma mirë, por si vendosja apo si fillim, unë konsideroj që është kënaqshëm. Është mirë, ka qenë një ndikim shumë pozitiv, njëkohësisht i falenderoj edhe vozicit, cilët janë duke respektuar ato këshillat tona, sugjerimet, cilat ne kemi thonë. Varet nga dita në ditë, dikon prej 50 deri 100 brenda ditës, shkon deri 100 flet paraqitje, vetëm përmes kamerave kom fjalën. Duke mos i përfshi edhe gjoba tjera. Vetëm ju bëj apel vozicëve që të kenë kujdes, që të vozitin me kujdes. Tash jemi edhe në kohën e dimrit, ka mjegull, kushtet atmosferike, bjen borë, bjen shi, që të kenë kujdes, i lutem për kujdes sa ma shtuar.